Ka momente kur gjithçka bëhet e qetë, shumë e qetë. Nuk ka përgjigje, nuk ka shenja të qarta, nuk ka asgjë që të udhëheq. Dhe në atë heshtje lind një ndjenjë e rëndë. Pse nuk po ndodh asgjë? Shumë njerëz mendojnë se kjo është mungesë, se Zoti nuk po përgjigjet, se janë harruar. Por çfarë nëse e vërteta është krejt ndryshe? Po sikur heshtja të mos jetë bosh, po sikur ajo të jetë një formë komunikimi? Sot do të kuptosh pse ndonjëherë nuk dëgjon asgjë. Dhe si kjo mund të jetë pikërisht momenti më i rëndësishëm në jetën tënde. Kur gjithçka ndalon, mendja fillon të flasë më shumë se kurrë. Pyetje pa përgjigje, dyshime që rriten, frikë që nuk e kishe më parë, sepse je mësuar me lëvizje, me shenja, me përgjigje të shpejta. Dhe kur ato mungojnë, ndihesh i humbur. Por kjo heshtje nuk është rastësi, është një ndalesë, një hapësirë ku diçka po ndryshon, edhe pse ti nuk e sheh ende. Shumë njerëz mendojnë se kur nuk marrin përgjigje, është sepse nuk ka asgjë për të dëgjuar. Por e vërteta është ndryshe. Ndonjëherë përgjigja nuk vjen me fjalë, ajo vjen me heshtje, sepse ka gjëra që nuk mund të kuptohen, derisa të ndalesh, derisa të largohesh nga zhurma, nga ndikimet e jashtme, nga presioni për të marrë një vendim të shpejtë. Heshtja të detyron të ndalesh, të mendosh, të ndjesh, të dëgjosh diçka më të thellë brenda vetes. Sepse aty në atë qetësi shfaqet një zë tjetër, jo i fortë, jo i dukshëm, por i vërtetë. Dhe ky është mesazhi. Nëse nuk po dëgjon asgjë jashtë, ndoshta është koha të dëgjosh brenda, sepse ndonjëherë udhëzimi më i saktë nuk vjen nga jashtë, por nga thellësia e shpirtit tënd. Ndërsa ti sheh vetëm heshtje, ka diçka që nuk po e sheh, diçka që po ndodh pa zhurmë, sepse jo çdo ndryshim ndodh përpara syve të tu. Disa gjëra përgatiten në fshehtësi. Një rrugë po krijohet, një mundësi po ndërtohet, një përgjigje po formohet hap pas hapi, por ti nuk e sheh ende. Dhe kjo është arsyeja pse ndihesh i pasigurt, sepse mendja kërkon prova, kërkon shenja të dukshme, kërkon siguri, por besimi nuk funksionon kështu. Ai kërkon durim, sepse ndonjëherë gjërat më të mëdha ndodhin në heshtje totale, pa paralajmërim, pa sinjale të dukshme. Dhe kur më në fund shfaqen, ti kupton se gjithçka kishte filluar shumë më herët. Ky është mesazhi. Mos e nënvlerëso heshtjen, sepse mund të jetë momenti kur gjithçka po përgatitet për ty. Shumë njerëz presin mrekullinë, por e presin menjëherë. Ata luten sot dhe presin përgjigje sot, por jeta nuk funksionon gjithmonë kështu, sepse një mrekulli nuk është vetëm një moment, është një proces, një përgatitje që ndodh në heshtje, një rrugë që ndërtohet pa u parë, një ndryshim që fillon brenda përpara se të shfaqet jashtë. Nëse gjithçka do të ndodhte menjëherë, ti nuk do të ishe gati për të. Sepse ndonjëherë, ajo që kërkon një version më të fortë tëndin. Një version që ka durim, që ka besim, që nuk dorëzohet në heshtje. Ky është mesazhi. Mrekullia nuk vonon. Ajo po të përgatit. Edhe nëse nuk e sheh, edhe nëse nuk e ndjen. Ajo është në rrugë, kur gjithçka është në heshtje.
Shumë njerëz bëjnë të njëjtin gabim. Ata panikohen. Fillojnë të kërkojnë përgjigje me çdo kusht. Marrin vendime të nxituara. Përpiqen të mbushin boshllëkun me zhurmë. Por ndonjëherë, veprimi më i fuqishëm është të mos veprosh menjëherë. Është të ndalesh, të marrësh frymë, të vëzhgosh, të lejosh gjërat të qartësohen. Sepse në heshtje, ti nuk je i humbur. Je duke u riorganizuar. Është momenti kur mendimet filtrohen, kur emocionet stabilizohen, kur drejtimi bëhet më i qartë. Ky është mesazhi. Mos e mbush heshtjen me frikë. Mbushje me besim. Sepse ajo që po kërkon nuk vjen nga nxitimi, por nga qartësia. Ndërsa ti sheh vetëm heshtje, ka diçka që nuk po e sheh. Diçka që po ndodh pa zhurmë. Sepse jo çdo ndryshim ndodh përpara syve të tu. Disa gjëra përgatiten në fshehtësi. Një rrugë po krijohet. Një mundësi po ndërtohet. Një përgjigje po formohet hap pas hapi. Por ti nuk e sheh ende. Dhe kjo është arsyeja pse ndihesh i pasigurt. Sepse mendja kërkon prova. Kërkon shenja të dukshme. Kërkon siguri. Por besimi nuk funksionon kështu. Ai kërkon durim. Sepse ndonjëherë, gjërat më të mëdha ndodhin në heshtje totale. Pa paralajmërim. Pa sinjale të dukshme. Dhe kur më në fund shfaqen, ti kupton se gjithçka kishte filluar shumë më herët. Ky është mesazhi. Mos e nënvlerëso heshtjen. Sepse mund të jetë momenti kur gjithçka po përgatitet për ty. Dhe atëherë e kupton. Mrekullia që po prisje nuk filloi me një shenjë të madhe. Ajo filloi në heshtje. Në ato momente kur mendove se asgjë nuk po ndodhte. Në ato ditë kur u ndjeve i humbur. Në ato net kur kërkoje përgjigje dhe nuk gjeje asgjë. Sepse në të vërtetë, ajo heshtje ishte puna që po bëhej për ty. Ishte përgatitja. Ishte drejtimi. Ishte mbrojtja. Dhe tani kur shikon pas, fillon të lidhësh gjithçka. Asgjë nuk ishte e kodh. Asgjë nuk ishte e humbur. Gjithçka kishte një qëllim. Dhe ajo që mendove se ishte mungesë, ishte në të vërtetë prania më e thellë. Nëse e ndjen këtë mesazh, shkruaj në komente. E dëgjoj në heshtje. Sepse ndonjëherë, zëri më i rëndësishëm është ai që nuk bërtet.